Tërë shkurt, ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Dosja Epstein ka trodhnditur politikën amerikane. Natyrisht që tregojnë qartë që njerëzit e pushtetshëm, sidomos nga e majta radikale, kanë probleme morali, karakteriale dhe të korruptuar. Por dosja Epstein nuk është asgjë me dosjet që kanë Shqipëri paralele me këtë. Duket qartë përse është i tmerruar Rama nga dosjet që mund të ketë lubia, nga dosjet dhe filmimet me videot e gysit partisë, një parti e cila e ka në gen amoralitetin dhe çdo gjë kundër traditës shqiptare. Arrin kulmi si një fytyrë që si balla i lidhur deri në fyt me krimin ordiner, me trafiqet e drogës, me element kriminal deri në SBA, del dhe bën moral, por ka argumenta, siç ishte rasti i Josefina Topallit, që sipas tij ka bashkëpunuar në 2021 duke pasur një parti dhe duke dhuruar një mandat Doshit. PD-ja nuk ka nevojë për të afruar tradhtarët e kauzës saj. Fakt. Kur shikon ecurinë e shumë ministreve, drejtoreshave, e kupton që skenari Epstein është në taborin e haremit mendor dhe servileve të Ramës. Rama ka bllokuar arrestimin e Ballukut dhe po kryer një grush shteti duke u tallur, duke përbuzur, duke përdhunuar gjykatën kushtetuese. Nuk habitem. Në gjykatën kushtetuese duhet kishte emra të mëdhenj të drejtësisë shqiptare. Nuk janë. Dhe përgjegjësia është Lajçak & Company, Knut & Company, figurave të korruptuara amorale të Bashkimit Evropian, të cilët janë sjellur si guvernator në Shqipëri, kanë përfituar sasi të mëdha monetare, si dhe favore të stilit Epstein. Rama e shikon veten të rrethuar. Ju kthyen në bumerang tallja me vajzën e presidentit Trump, të cilën e detyroi si një leckë të zvetnuar të shkonte me dhunë në zyrën e kryeministrisë, edhe pse nuk ishte një investim amerikan dhe nuk ishte një vizitë protokollare. Ajo ka si vajza presidentit me protokoll, mbrohet nga Secret Service, dhe minimumi një zyrtar i ambasadës amerikane duhet ishte në takim me të. Lidhur me ftesën në Davos, duket që ishte një qok nga Kushner. Nuk ka forcë Tony Blair të përcaktonte se cilin do të ftonte me autopen presidenti Trump për bordin e madh të paqes, që në fakt doli si bordi i turpit dhe dështoi. Blair mund të kishte dashur që Rama të ishte tek ai bordi ekzekutiv, ku është një diplomat bullgar, por ata që e ndaluan në konferencën e Miniut, do të kenë qenë ata që e kanë ndaluar dhe këtë radhë. Një gjë jam i sigurt, nga burimet këtu, tek zyra e Donit të Madh, Trump, kanë shkuar materialet që e portretizojnë si narkoshtet Shqipërinë, kryeministrin Rama, në lidhjet me Sinaloon dhe artikulli që Rama si Noriega ka marrë vëmendjen e veshve të Trump, shefes të kabinetit dhe njerëzve të afërt. Ishin ata që e ndaluan që të shkonte të firmoste në krah të Azerbajxhanit, Uzbekistanit, Vietnamit, Marokut, të gjithë atyre që i kanë bërë favore financiare familjarëve të presidentit Trump.
Dje në qoftë se është e sakt telefonata e zotit Trump me kryeministrin e Indisë, ku ai ka pranuar që të mos blerë më naftë nga Rusia, është një fitore, duke ekspostuar dhe Indinë nga Kina, por dhe nga Rusia. Kryeministri nuk ka pranuar që ka bërë këtë deklaratë, ndërkohë që këshilltari Trump i Putinit thotë që nuk kemi marrë në ndalesë importimit naftës nga India. Por Trump nuk i njen. Trump kërkon që nuk odas Kinën. Amerika ka një deficit tregtar $1 trilion. 1/3 e këtij deficiti është me Kinën. Problemi është që ende ekonomia këtu nuk e ka marrë atë restartin, edhe pse janë premtuar $18 trilion investime nga tuaj, premtime, por janë humbur rreth 56.000 vende pune tek manufakturat amerikane. Departamenti i punës nuk ka nxjerrë statistikat për janari. Ekonomia nuk po krijon vende pune me ritmin që duhet krijonte. Karl Rove, një nga strategjistët e Partisë Republikane, truri fitoris Bush, thotë që Trump duhet të ndryshojë mënyrën se si po flet. Ekonomia nuk po funksionon dhe Trump po bën gabimet e Bidenit, i cili vazhdon të me idenë që ekonomia është e shkëlqyeshme me Biden economics, në fakt nuk ishte. Dhe Bideni ndaj i solli humbjen Kamala Harris, sepse ekonomia nuk po funksiononte. Ka disa sinjale që Trump ka filluar të tërhiqet. U tërhoq për Groenlandën, është tërhequr me trupat e policisë e migracionit, mbas 2 vrasjeve, dhe për një çast ka ndalur dhe sulmet ndaj kongresmenëve apo senatorëve, të cilët kanë shenja kundër tij. Në Texas, në garën për senatin e Texasit, ka fituar një demokrat në një zonë që Trump kishte fituar 17% më shumë. Alarmante janë shifrat pollet e Fox News që tregojnë që Kongresi do të merret nga demokratët. Marrja e Kongresit është një rregullsi. Edhe herën e parë zoti Trump pa të humbur. Ndaj demokratët shpresojnë që të fillojnë hetimet, dhe hetimet do të fillojnë me familjen e fëmijëve të llastuar dhe Jared Kushner. Jared Kushner është njëri i paaft, mediokër. Nuk ka asnjë aftësi që të përfaqësojë Amerikën siç ishte rasti tek bordi i paqes për Gazën. Me PowerPoint tregoi Gradacela qiellgërvishës surreal. Surreal. Në Gaza janë me mira e qindra mira bomba dhe mina. Vetëm për të spastruar gërmadat duan miliarda e miliarda dollar. Nuk ka kohë të përfundoj administrata Trump. Fakti. E turpshme mënyra se si ju ofrua një intervistë në emisionin më profesional 60 Minutes, një mediokër si Jared Kushner, i cili nuk duhet ketë asnjë vend në delegacionet qeveritare amerikane. Të gjithë tallen me paaftësinë e tij. Ka marrë miliarda dollar nga Katari për të shpëtuar një ndërtesë të madhe 666 në Manhattan dhe kërkon të pastrojë paratë e arabëve duke qenë sekser. Shuplakën më të madhe e morin Beograd. Madje, nga protestat e mëdha të serbëve, u detyrua të largohej, sepse Vučić i vuri si kusht që në qoftë do ndërtosh një Trump Tower, do ndërtosh dhe një muzeum për krimet e NATO-s në Serbi. E majta do ta shqynente me shumë drejtë. E njëjta gjë është me Sazanin. Edhe atje do të largohet si dështak. Sepse nuk janë thjesht paratë arabe, për janë paratë Ramës me emra Kastrati e Manë dërguar në Dubai dhe për të pastruar atje. Netanyahu është një kriminal lufte. Më në fund, Izraeli ka pranuar se janë
u vrarë 70.000 vet në Gaza. Gjenocid. Rreth 450 fëmijë kanë vdekur nga uria. Faktet. Por Netanyahu thot që 22.000 nga të vrarët janë luftëtarë të Hamasit. E vështirë që kjo të verifikohet. Netanyahu është një kriminal lufte, arrogant, i korruptuar dhe është personi që po mban peng zotin Trump në qasjen me Iranin. Ka pasur sot nisje bisedash dhe përsëri është Witkoff, larg qoftë dhe Kushner, me ministrin e jashtëm të Iranit dhe ministrat e jashtëm të vendeve arabe. I vetmi deal që zoti Trump duhet të bëjë me Iranin është goditja dhe ndryshimi i regjimit. Shans, mundësi më të mirë nuk do të ketë kurrë. I nxiti persët të ngriheshin revolt dhe kanë vdekur mbi 30.000 vet, duke thënë që help is on your way, po vjen, armada ka shkuar. Por është Netanyahu që e frenon. Janë vendet arabe, ndërkohë që Ayatollahu ka kërkuar të shkojë si me azil në Moskë, duke paguar $100 milion tek Putini. Edhe pse Putini është njeriu më i pasur në botë, kusar, hajdut, kriminal, përfaqësuesi i KGB-s. Me skandalin e Epstein e them edhe një herë që dalin qartë që nuk duhet të jemi me komplekse inferioriteti për diplomatët e huaj që vinë në Shqipëri. Që mbas 91-shit, favoret seksuale, joshjet dhe korrupsioni kanë qenë faktor për blerjen e heshtjes, sidomos të majtës vazhduese të një partie kriminale. Rama i ka blerë të gjithë. Bëhen pa diskutim. Por ra tek bordi i paqes është kundër Macron, kundra Peprit Italis, kryeministit Kanadas, kryeministit Anglis dhe kancelarit gjerman. Vazhdon të shes përralla me gazetarë të blerë në mediat e tij se gjoja do të vit triumfator të firmos bordin e paqes në Washington në Shtëpinë e Bardhë. Nuk ndodh. Ata që janë rreth zotit Trump e kuptuan që ishte një skifë. Fillimisht ishte thjesht bord për gazën, kaluar me një rezolut në OKB, por ideja për të krijuar një organizatë ndërkombëtare paralele me OKB-n, me një car, me forcë veto e shkarkimi e ngarkimi, bëri që të tregoj dobësinë e tij në politikën e jashtme. Natyrisht që presidenti Trump ka një forcë shumë të madhe. Me politikën e tarifave ka synuar që fabrikat, manufakturat të vinë në Amerikë, investimet rreth $18 trilion të premtuara, dhe deri tani nuk është parë që importuesit, ata në fakt që kanë marrë përsipër pagesat e tarifave të larta, ta kalojnë tek blerësit. Mund të jetë një lojë e demokratëve, të cilët kanë një momentum. Është një përplasje e madhe ideologjike këtë radhë. Partia Republikane nuk ekziston më si Partia Republikane e Boshit dhe është një lëvizje maga që kontrollohet nga Trump. Trump po tallet si me J.D. Vance edhe në Rubin, dhe ka shumë mundësi që në qoftë se një tjetër del si kandidat për president, Trump do të aftonte me dëshirën Mar-a-Lago për t'i përplasur. J.D. Vance nuk e ka as forcën karizmatike të Trump, as një mbështetje masive të magës. Rubio ka një të kaluar më profesioniste si politikan në Senat, por me deklaratat e serviljes si të gjithë servilosës si gjithë si sekretarët e departamenteve, nuk duket një kandidat i fortë. Nga demokratët është Newsom, mund të jetë Shapiro, është hebre, është vështirë të bëhet president.
nga republikanët mund të hyjnë nga Cruz, DeSantis, i cili do të ishte zgjedhja më e mirë për të mbajtur shtëpinë e bardhë. Ne në intereson qëndrimi amerikan për Ballkanin. Trump është indiferent, të jemi realist, por njerëzit që janë pranë tij ka dy grupe. Grupi Grinell dhe Donald Jr., pro-serb, anti-shqiptar, është dhe grupi që përfaqësohet nga drejtori i CIA-s, nga i deep state, që duan të mbrojnë interesat amerikane në Ballkan. Heqja e Ramës me përbuzje nga firmosja e Davosit dhe futja e presidentes të Kosovës tregon që ka fituar grupi që është kundër Grinell, Donald Jr. dhe Jared Kushner. Dhe kjo do të na gëzojë. Natyrisht që helmi i tyre ndaj Kurtit do të vazhdojë. Ai ligj që ka bërë në Kongres ku ndalohen shkëmbimet e trojeve dhe nxitet Kosova drejt NATO-s është shumë pozitiv. Trump nuk ka nevojë ta di, por strukturat e pushtetit në departamente din. A do të reagonte Departamenti Amerikan i Shtetit me një platformë që të zbatonte këtë ligj të Kongresit? Për çastin vëmendja është në Gaza, në Ukrainë, dhe duket që shefja e kabinetit po e spaston zotin Trump nga politika jashtme në atë të brendshme. I ka ndëluar çdo udhëtim jashtë Amerikës. Do të fillosh të bësh fushat, edhe pse Trump thotë që emri im nuk është në flet votim. Sot ka kërkuar që 15 shtete të mos organizojnë ato zgjedhjet për të kontrolluar nga pushteti federal, çka do të sillte një përplasje të madhe me gjykatat, duke vazhduar që mua mi kanë vjedhur zgjedhjet në 2020. Nuk u dha asnjë provë që kjo ka ndodhur. Natyrisht që Facebook shpenzoi $400 milion për të shkuar tek shtëpitë e të moshuarve për të ndihmuar se si të votonin. Këtu është vjedhje për mua. Trump fitoi sepse 7% e demokratëve urrenin Kamala Harris dhe votuan për zotin Trump. Ky 7% është kthyer tek demokratët, ndaj zoti Trump do ta humbas Kongresin. Korrupsioni vazhdon të jetë problematik dhe për Washingtonin. Trump në këtë vit të dy duhet të fillojë të shkarkojë disa nga sekretarët e departamenteve të tij serviles. E para mund të ikë sekretarja e sigurisë kombëtare, Homeland Security, pas 2 vrasjeve. Po e mbron sepse nuk do që po e heq nga presioni, e heq kur dua unë. Sekretari i Pentagonit, figurë e dobët, do të joshet me një garë për guvernator diku. Prokurorja e përgjithshëm ende nuk po afron tek Trump gjyqin ndaj Sorosit, ndaj Meganikët, ndaj armiqve të zotit Trump. Zëvendës prokurori i përgjithshëm ka ndikuar që emri Trump të redaktohet tek dosja Epstein. Përmendet 3000 herë, por janë gjëra të lehta. Në një humbje të Kongresit, hetimet mund të bëjnë kundërt. Por më keq kanë dalë të majtët amerikanë. Clinton e majta kudo është e korruptuar dhe amorale. Nuk ka moral. Është një elit miliardere në kurriz të klasës mesme që po shkatërrohet. Ndaj Trump e mori shumicën si votues për magën. SPAK ka disa dosje masive për Edwin Ramën. Duhet të jenë duke bërë kalkulimet. Ligji i imunitetit është skandalos. Domethënë, SPAK mund të dërgojë mandat arreste dhe ata mund të mos votojnë kurrë. A nuk ishte skandaloze rasti i gjyqtares Gjoka që me fakte ka falsifikuar, duhet të dënohet
Dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë me vota tha jo. E kush e kontrollon këta? Në deklaratën e pavarësisë amerikane thuhet që populli ka të drejtë të përmbysë me armë një qeveri kur bëhet despotike. Fakt. Dhe populli ka të drejtë armatoset me armatime të rënda. Nuk mund të përmbysësh pushtetin me pistoleta revolver. Jo. Dhe amerikanët kanë milici private të armatosur deri në dhëmbë. Mbi 258 milion armë në këtë vend. E kanë të drejtë me kushtetutë. Në Shqipëri, sistemi zgjedhor kontrollohet nga Rama dhe regjimet nuk iken me votë. Protestat masive dhe jo luajale, por të paktën siç bëjnë në Greqi, në Francë, në Bullgari, në Serbi, do duhet ta detyrojnë të largohet si mi delirantin, arrogantin e Surelit. Nuk ka rrugë zgjidhje tjetër. S'pak mund të arrestoj bashkëshorten, vllajin, djalin që nuk ka imunitet, sepse të gjithë janë të korruptuar. Është e lehtë. Dalin gjithkund. S'pak duhet filloj hetimet për AB Bank. Miliona transferta të zhdukura ku e përfshirë është bashkëshorte e Ramës, e cila ju ofrua nga Sorosi për të kontrolluar Partinë Socialiste. A nuk duket habi që një biznesmen amerikan me emër Richard Lugaj u tërhoq nga AB Bank? Thoni ju se ishte rastësi? As pak. Thoni ju që këta këtu nuk kanë informacion për transfertet e miliona dollar? Gaboni rënd. Ju them që dosja me Ganegëll është rihapur me hetime të thella përsëri. Do të ketë dënim shtesë. Dhe në qoftë se dalin fakte të reja spionazhi, ku i përfshirë është dhe Duçka, djali Bidenit, do të ketë edhe pasojat e dosjes lidhur me kryeministrin Rama. S'pak duhet ta ketë marrë dosjen, sepse Dumani ka deklaruar që janë hapur hetimet. Dhe s'pak duhet hetoj milionat e dollarëve që pastrojnë Manhattan, milionat e miliardat me Bitcoin, lidhjet me Sinaloa, me narkoshtetin. Shpresonte se duke takuar një kriminal si Netanyahu, duke folur si ligavec në parlamentin e qifutve, apo me përulljet me çalmat arabe, do të arrinte të vinte tek Mar-a-Lago. Trump mund të jetë çdo gjë, po idiot nuk është. Trump është i zgjuar. Dhe natyrisht që ka filtra. Duhet të jesh me rëndësi që takosh me Trump. Takohet me presidentin e Kolumbisë, i cili nuk do të ketë më president, sepse ka interesat të mëdha, lufta kundër trafiqeve. Dhe në qoftë se do të arrinte një ftesë të turpshme në Mar-a-Lago me fëmijët e dashur Trump, do ta mbyste e majtë radikale zotin Trump. Do të nxirrte gjithë ditën në median që është e majtë, videon ofenduese të Macron Ramës apo Edwin Macron ndaj presidentit Trump. Ata që i futën emrin Davos, padashje i bërë një dëm të madh. Sepse stafi doni të tallën atë. E ftoi me ftesën fotokopje si gjithë tjerët dhe nuk e lejoj të shkonte të firmoste. Nuk flet më, sepse bordi thuaj se ishte se bordi turpit. Nuk do të ketë firmosje në Shtëpinë e Bardhë, nuk ka se si. Trump jumps nga një subjekt, kalon tek subjekti tjetër. Tani intereson ekonomia këtu në Amerikë. Sinjalet i dha për NATO. Nuk do të jeni më në mbrojtjen tonë, nuk do të harxojë Amerika miliarda dollar për të mbrojtur ju. Trump synimin ka të shkatroj Kinën, do pse Rusin, të
të forcojë rolin amerikan. Europa nuk është konkurruese me amerikanët, as në diplomaci, as në ushtri. Nuk mund të krijojë një ushtri të madhe Europa. Duhen dekada. Gjermania pranon që nuk mund të ngrejë një ushtri të madhe sepse nuk ka fëmijë gjerman të regjistrojnë ushtarë, por do të jenë fëmijët emigrantë dhe muslimanë, këta të nuk e duan. Mbrojtja amerikane ka një çmim. Europianët në përplasjen tregtare Kinë, Amerikë duhet bëhen me Amerikë. Duhet pranojnë të paguajnë më shumë, sepse kanë qenë me 200 miliard suficit ndaj Amerikës. Dhe Trump këtë nuk e dëshiron. Shpresojmë që ai deep state, ata që mbështesin SPAC, të mbështesin rolin amerikan në Ballkan. Megjithatë janë shqiptarët që vendosin. Dhe ideja që protesta e 10 shkurtit të kthehet në një ngujim për të mos u larguar make sense. Duhet një qeveri tranzitore, në kuptoj këtë, dhe të tjetë gjithmonë përpara zgjedhjeve të mos hyet në zgjedhje me kryeministrin që është natyrë nesër le të jetë Berisha. Siç ndodh në Greqi që kryetaria e gjykatës kushtetuese merr pushtetin, merr qeverinë dhe nuk vidhen votat, sepse në Shqipëri vjedhja e votave shtrembron gjithçka. Një njeri delirant që ndërton kulla pa kuptime, pastrime, lavatrishe të pamasa. 14.5% e GDP-s janë ndërtime, nuk e ka asnjë vend në Europë. Dhe tallje më e madhe ndaj partisë vet. Ndaj regjimeve reagohet me forcë. Përballja ndaj një delirant i arrogant, do të bëhet me arrogancë. Dhe demonstrimet, protestat duhet jenë si në Greqi, si në Francë, si kudo. Se fundi fundit popullit i kanë hequr gjën më të çmuar, votën, dhe në Shqipëri dhe Lirinë. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.